Tregohet që një person kishte vrarë 99 vete. Shumë, gjënof, qari mapër, 99 vete. Por një ditë për ditë është vendos të kthehet, pendohet. Dhe pyet për dikon që është i ditshëm dhe shkon ka një njeri dhe i thot kam vrarë 99 vete, a fal Zotit. I thot ky nuk fal Zotit. Po thot 99 i kam po, e vret edhe. E plëson numrin 100. Pra ky s'kishte dituni. Shkon te ky tjetër, pyet prap. Shkon te ky njeri i ditshëm. Dhe i thot, kam vrarë 100 vete, a më fal Zotit. Po i thot, të fal Zotit. Ta të fal Zotit. Por i thot, gjone të ti. Thot nuk do t'jetësh mua të ku jetok. Do t'largohesh aty, pa do t'largohesh, nuk do rrish mua të ky vend. Do të shkosh filan vend, pra do t'a lesh atë vend që jetë. Pra sikur me thonë sot, do ti nuk do rrish mua me Kerikoli, ke Bigjoti, po ne ka dy ptic. Nuk e ke kuptuar fare. Do t'largohesh sot nga aty. Do shkosh filan vend thot. Edhe ky venos me i venos. E la në vend, të shku ka i vend një tjetër, i vjen deri. Vdes. Dhe vinë me lajket. Kur vdes robi vinë ato me lajket e shpërblimit ose ndryshimit. Po që robi vinë do të vinë me lajket e mirë dhe do të shpërbim e do të shëtisin në atë dynja. Dhe të regohë vëzër besimtar e rëndësishme ato zinjën të dy me lajket. Të mirë e thoshin këto që ta morim ne, ato që ishin të ndëshkimit thoshin ta marim ne. Dhe zbret që Zotin një melek tjetër, si plak, masi thot distancën, ku ka shendë, ku të shkonde. Dhe të regohet që Allahu i ma për një plan, pra e ka fu tokën për një plan, ka qenë ma afër vendit ku të shkonde. Dhe të regohet që e kanë morë, me lajket dhe e kanë, qënë në xhenet këtë i, pra të qënë xhenet, pra dhe vlezë besimtar duhet që kthehemi tek Zoti. Duhet që ta largohemi nga e keqja. Për këtë duhet punë dhe duhet vendosmëri dhe duhet iman dhe besim. Allah në mësoft, Allah në falë dhe në mëshiroft, Allah në udhëzoft në të drejtë, lusë Allah në madhërum në largohemi nga harami dhe nga e keqja dhe nga mosbesimi dhe nga shirku. Lusim Allah subhanahu wa ta'ala na e bëjtë të dashur fejnë dhe besimin dhe bindjen ka Zotit të gjithësisë. Lusë Allah në madhërum për gjithë në nësisht në ka pashu Allah.